Kriza politike në Kosovë po thellohet 3 muaj pas zgjedhjeve të përgjithshme të 9 shkurtit. Në këtë situatë, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka ndërmarrë një nismë të re thirrjen e të gjitha partive parlamentare për të formuar një qeveri tranzicionale dhe unifikuese. Propozoj një qeveri që të i kalon ngërçin aktual dhe i kthen vendit funksionalitetin institucional, deklaroi Abdigjiku të martën. Kjo lëvizje vjen menjëherë pas një ftese nga partia fituese, Lëvizjave të Vendosje, për një koalicion qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, ftesë të cilën Abdigjiku e refuzoi. Qëndrimet tona nuk kanë ndryshuar, u shpreh ai duke përjashtuar bashkëqeverisjen me vetëvendosjen në këtë format. Sidoqoftë ai ftoi të gjithë liderët e partive parlamentare, përfshirë edhe Albin Kurtin, për një takim konsultativ. Disa prej liderëve kanë shprehur gatishmëri për bashkëbisedim, theksoi Abdigjiku. Nga zgjedhjet e 9 shkurtit vetëvendosje doli forca e parë me rreth 42% të votave, ose 48 ulse, një rezultat që nuk i garanton shumicën për të qeverisur e vetme. Pas saj Partia Demokratike e Kosovës siguroi 24 ulse, LDK 20, ndërsa AK dhe Nisma morën së bashku 8 ulse. Procesi ka ngecur në pikën e parë, konstituimin e kuvendit, për shkak të mospajtimeve për kryetaren e propozuar nga LVV.